Kryesori për vrasjen e Triumf Rizës iku në arrati. E në liri tash u lanë kolegët e policit që gjykoheshin se morën hak për të. 7 që ishin në proces gjyqësor për zjarrvënie në lokalin e Enver Sekiraqës dolën të pafajshëm. Për ngjarjen e ndodhur më 24 shtator 2007, ku vranë 2 persona e u lënduan 11 të tjerë, u tha se munguan provat. Konformimi 363 pa 1.1.3 lirohen nga akuza, pasi që nuk është provuar se të paakuzuar kanë kryer veprat penale për të cilën janë akuzuar. Bile për asnjë nga veprat penale ndonë se ishin më shumë se një. Vrasja në tentativë në kundërshtimin e 147, paragrafi 4, 9 dhe 11 dhe në 20 dhe 23 të KPK-s, shkaktim të rrezikut të përgjithshëm. Andaj për gjykimin maraton, avokatët po thonë se nuk ka vend më as për ankesë. Prokuroria sigurisht me qenë se ka mbet pranë akuzës në fjalën përfundimtare, unë besoj që ata do ta vlerësojnë a ka baza për me ushtruar mjetin në rregull juridik apo jo. Mirë po, duke marrë parasysh se këtu e kanë përcjell shumë parregullsi këtë proces, çdo ankesë e cila do të bëhet, besoj që nuk do të ketë epilog pozitive. Dënimin e policëve special e kishte kërkuar prokurori në fjalën përfundimtare, por veç me prova rrethanore. E kishte pranuar që të drejtpërdrejta nuk ka. Andaj gëzimi për këtë triumf kundër prokurorisë u pa këtë të premtë në gjykatën themelore të Prishtinës pasi u kumtua vendimi.